dhe ka standarde dyfyshta për popullin, këtu e humbë betejën sepse nuk bë populli me vetë. Beteja morale. Konkretisht, e pet ju një deputet që ka fituar që tha, ne jemi në rregull, tha, po ne kemi hallën e popullit, se ne vetëm në rregull jemi ne. Ashtu, o perifrazoje saktë ose ishte ironike. Ashtu e tha. Po tani ironi si shpeshe përse ironin, ai po çrën si ka. Jo, e tha njerëzit që ndërgjegjësojnë njerëzit që se kam me opozitën e Rama, kam me gjithë qytetarët. Rrogën e sigurova, tha unë po. Çështje rrogëve tani mos e banalizoni bisedën se po diskutoni një rrogën. Ore, ai e tha në mënyrë ironike që mos e të rishni veten jashtë nga ky debat. Ky debat nuk ka kështu rroga e deputetit. Do ta vazhdoj. Nuk e di sa është s'kam qenë një deputet. Një parti demokratike. Nuk ka rëndësi se nuk më bën përshtypje se kam 12 vjet në opozitë, s'kam marrë ndonjëherë rrogë, kështu që nuk më bën përshtypje. Ivi meriton sepse Ivi përveç se është djalë i mirë dhe është edhe kolegu i mirë fort, ka edhe kontribute dhe i meriton, bile si ka merituar të shkonte përpara të ca tjerëve aty, po nese, shqyqy që erdh radha tani. Bëj pak shaka me Ivi sepse kam shok prej shumë vitesh. Ore nuk i kalon radhë deri kësaj radhe, Na e thuaj Endri ta dim tani se tani na bëj kurioz. Do marrësh problemi të parlamentit do ta ketë shumë të vështirë. Ta ketë vështirë. Ja them unë, po. Shiko, standardet e opozitës janë të papranueshme. Për shembull, ka disa kandidatë, të paktën nga 4 a 5 që kanë arsye të mjaftueshme legjitime që kërkojnë numërimin e votave. Kërkojnë, ankimohen dhe normalisht ta kodin zgjedhor e bën prap edhe pse Odiri kishte rekomandim që duhet parashikohet ankimi, edhe pse kjo për mua nuk vjet fare në diskutim se zbatohet det për det kushtetuta, por është çështje tjetër. Partia Demokratike i ka lënë jetim. Jo, s'është tamam kështu ta sqaroj unë po duash. Po, unë shpresoj ke argument për të vazhdoje, po ta sqaroj. Argumenti është ky, që nëse Partia Demokratike këtyre njerëzve nëpërmjet mekanizmit që tashmë kodi ja njeh vetëm partisë. Po. Edhe pse deputeti ka rëndësi, sepse mandati jo nuk është mandati i lidhur. Mandati i deputetit tek ne është i pa lidhur me partinë. Çka do të thotë? Është kandidati, pastaj është partia. Dhe jo partia. Pra tani ne kemi bërë me kod zgjedhor që bishti peshon më shumë se sopata. Dhe tani nëse PD-ja, për mendimin tim, nuk do siguroj që qoftë ato kandidatë që janë, nuk do realizojnë drejtën nëpërmjet ankimit që do ta bëjnë. Ua ka siguruar PD, më ka dhënë. Ta shohim se deta nuk se di. Ua ka dhënë për ta garantoj unë. Një sekondë se do t'ja sqarojmë këtë. Ja ta sqaroj Endri dhe ta konfirmoj. Atëherë Kasi Varxoj, se Kasi është zgjatimi të dy forcave politike. Zoja pjesa individuale që kishin çuar përpara. Një sekondë të dyve stop. E kemi këtë argument. Më lër të them diçka tjetër. Një lajm po dhe e nxjerrim. Tani problematikat tjera që kishte ky sistem zgjedhor, Partia Demokratike kishte dy mundësi. Një sekond, stop, mos më lër do ta trajtojmë sistemin. Mbajmë mend. Jo, vetëm dy gjëra dhe po e mbyllim argumentin. Prit, ta mbajmë një sekond këtu? Te cila pjesë? Se këtu këtu ku jemi, u shpërndat juve këtu. Do malesh vetëm një sekond, mund të ndërhyj, ta mbash ne, okay. Atëherë kemi një lajm të fundit. Për atë që folëm, Ivi Kaso e kam për juve më shumë. Është kthim përgjigje që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Ta çuam edhe ty, okay, ma çuam edhe mua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e kemi. Atëherë kemi kthim përgjigje. Regjia, na mundsoni pak se ju e keni në ekran. Është kthim përgjigje zotit Franc Nuri, përfaqësuesi i Partisë Demokratike Aleanca Shqipëria Madhështore në KQZ. Unë po e lexoj. I nderuar zoti Nuri, në përgjigje kërkesës suaj lidhur me verifikim të menjëhershëm të fletëve të votimit përdorura për zgjedhjet e datës 11 maj 2025, ju informojmë se numri prej 1.935.328 fletë votimit përdorura përfshin vetëm, dhe ka vënë me bold Celibashi këtë, sasinë e raportuar të këtyre fletëve sipas procesit verbal të çdo qendre votimi. Këtij numri duhen shtuar edhe 2 pika. 27.340 fletët e votimit për 74 qendra votimi ku është aplikuar votimi elektronik. ZAZ numër 27, Bashkia Vor dhe ZAZ numër 41, Njësia Administrative 10 Tiranë, sikur sa mund kuptohet, edhe këto fletë votimi nuk janë përdorur. 99.455 fletë votimit pa përdorura që përbëjnë sasinë e këtyre fletëve për 233 QV qendra votimi në proces verbalet e të cilave gabimisht është shënuar me 0 numër fletëve pa përdorura. 5.300 ta mbaroj se fundi paragrafi fund. 5.369 janë fletë votimit pa përdorura, por që numrat e tyre në test logjik vlerësohet se janë pasqyruar me gabime proces verbalet përkatëse për çdo qendër votimi janë 1.380 qendra votimi që kanë raportuar këto dëna me gabime. Duke i falendëruar për bashkëpunimin, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilian Celibashi, fundi citimit për këtë me cilën ne filluam programin. Që të humbasin 110.000 vota në 12 qarqe që ne kemi, fleta, i bie që të mos kesh fare kuti votimere, të votoj shumë livadh. Nuk ka shans që të ndodh. Prandaj thashë ajo nuk ka as logjik që të ndodh. Pra, vetëm qofse s'ka kuti fare dhe s'ka edhe njerëz, atëherë mund të humbasin 110.000 fleta në
Ta shohim, ta verifikojmë. Atëherë, e marrim argumentin dasit të ajo që nisë të thoja. Kemi një sinkron, sepse zoti Berisha është pyetur nga kolegët pardje, pra vetëm 2 ditë më përpara, ditë të shtune. Çfarë ka ndodhur të nderuar teleshikues? Janë 7 antar ose kandidat, antar të listave të hapura të Partisë Demokratike, të cilët kanë prezantuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në atë që është KASI, pra Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, që është një organ brenda KQZ-s që merret me ankesat, kanë prezantuar kërkesat e tyre ankimore sepse mendojnë, si për shembull Ali Mehmeti që thotë diku pata 27 vota preferenciale, në fund fare në proces verbal ndolën 0. Ku janë me kamera gjithë regjistruar? Janë me kamera, dakord. Pra, te këto kutit që ne kemi këtu që shohim, diku aty në numurim të votat preferenciale ka ndodhur kjo. Është një person tjetër, kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e Kukësit, i cili doli në fakt fitues në momentin e parë, dhe pastaj kur u bë numërimi votës së diasporës, Shkëlqim Shehu ishte fitues në 2 mandate që fitoi PD-ja në Kukës, doli Sufçelaj mbas votimit me një sasi shumë vogël, diku te 25 a 27 vota mos gaboj, në votimin. Por e ka dhe PS-ja shumë, po PS-ja morën urdhërën e lanë të muhabet. Po, PS-ja morën urdhërën. PS-ja e vërtet Dasi do t'u hapim ne edhe aty. Një sekond. Kur të hapim tona do hapim atyre. Ta ti themi bëjmë në transparencë. Unë jam për drejtësi, do Malini ta mbaroj. Jo më sa të dham lajmin që do t'u hapim të atyre të PS-s. Ndjekim pak se çfarë ka thënë zoti Berisha për këtë dhe rikthehemi në studio.